Emiliano, faleminderit shumë që hapët dyert e Papyrun për VIP Magazin. Faleminderit juve që erdhët edhe ky është Papyrun. Mirë se vini. Ky është ambienti jashtë që ne kemi ambientin e brendshëm, e kemi të ndarë brenda dhe jashtë. Tu shohim Tu është një pasyrë me Pyrune që njerëzit vinë dhe bëjnë foto. Ne kemi dhe Pyrunin e madh ke dera se sa hyre, sepse emri është Papyrun. Si shpjegoj që është Papyrun dhe ndërkohë këtu është plot me pyrun? Atëherë ne emrin e nga vendosur Papyrun, mendojmë kemi pasur rezultat, sepse ushqimin e bëjmë të mirë, edhe njerëzit ta shijojnë ushqimin me duar. Atëherë këtu jemi te kuzhina e Papyrun. Atëherë kjo është pjesa brenda edhe pjesa e kuzhinës, pjesa e kuzhinës restorantit. Shikojmë që kuzhina ka një xham. Është xhami i dukshëm që njerëzit kur të kalojnë ta shikojnë, sepse tani kuzhinat me xham janë pak më në modë dhe jemi përshtatur dhe stilit. A ka raste shpesh që kalojnë klientët dhe zgjasin kokën për të parë çfarë ndodh brenda? Jo, ka raste, po gjithmonë klientët kur kalojnë shohin një herë ke kuzhina dhe ne mundohemi që kuzhinën ta kemi sa më të mirë, sa më të pastër dhe sa më të rregullt. Ne këtu kemi 2 trise pastash, që ne edhe është pjata jon pothuajse kryesore, që përmban tagliatelle, fusili dhe karamele. Të gjitha pastat janë pasta të freskëta, njëra nga pastat është me tartuf, pasta tjetër është karamele, karkalec, rukula, Philadelphia e mbushur me ricota. Edhe pasta tjetër është pasta me pul, e cila është fusili, pul, brokoli, zaferano dhe djath grana padana. Kemi bërë një kombinim pastash. Pastat i bëni vetë, i merrni diku? Pastat, ne jena të lidhur me një kompani që ka pastat e freskëta prej vitesh, sepse kemi dhe ambientin e vogël dhe nuk mund t'i bëjmë gjitha, po gjitha pastat janë pastat freskëta. Kemi edhe një detaj shumë të bukur që ne e kena për pjesën e Pyrunin, nga që restoranti quhet Papyrun, edhe ne kur vinë klientët, ne nuk i kemi Pyrunat në tavolinë, edhe shumica e klientëve kur vinë thonë, "Oh, ku është Pyruni?" dhe ne u themi, "O do ta hani me dorë sepse është Papyrun dhe ushqimi është shumë i mirë, ose do të kishte ardhur me Pyrun me vete." Po në vërtet? Po në të vërtetë ne ma tregojmë Pyrunin në fund fare që ne Pyrunin e kemi këtu. Si thash, arredimi është shumë i thjeshtë dhe mundohemi të kemi vetëm pastërti dhe ushqimin e mirë. Këtu kemi ca pjata që janë tipike pjatat tona. Unë dhe Daja jena nga Dibra dhe ne mami dhe për juf ka Dibrane, prandaj ne i bëjmë makaronat të mira. Këtu kemi dhe peshkopin. Emiliano, mund na thoni pak se si lindi ideja për të krijuar një restorant me emrin Papyrun? Ideja lindi, ta thashë më përpara që unë restorantin e kam me Daja. Edhe unë kam pas gjithmonë ëndër nga që Daja ka mbi 30 vite që është në Itali, është nga shefet e kuzhinës më të mirë në Itali, edhe kisha gjithkohës të bëhem si ai, edhe erdhi dita një moment, unë kam gati 18 vite eksperiencë jam në këtë fushë, erdhi një moment që ne hapëm restorantin tonë, krijuam 2 ide të përbashkëta dhe doli restoranti Papyrun, ideja e restorantit Papyrun. Me Dajën ti ke punuar në kuzhinë, pra e ke marrë zanatin nga ai apo? Jo, zanatin e kam marrë nga dikush tjetër, sepse unë kam jetuar në Shqipëri dhe Daja ka jetuar në Itali, por kam pas gjithmonë këtë idenë që nga që ai ishte në Itali dhe ishte një nga shefat më të mirë, dhe unë i hyra kësaj rruge për të, nuk e di as ne do kishim restorantin tonë, por i hyra kësaj rruge për të. Se nuk vendose që të shkoj të punoje në restorant në Itali, po vendose të hapje në Shqipëri? Atëherë ne vendosëm që të hapim më mirë në vendin tonë, se sa të shkojmë të bëjmë një gjë në vendin në Itali. Në Itali e kemi një që e përfaqëson kuzhinë, domethënë një shqiptar që përfaqëson kuzhinë Itali, edhe menduam që të hapim edhe këtu në vendin tonë ku ka më mirë. Si vendosu për emrin? Pjesa e emrit është pak shumë e ndërlikuar. Ne u munduam, kishim ca ide, jo një emër kështu, një emër ashtu, por në fund erdhëm me konkluzionin që do bëjmë ushqim të mirë edhe njerëzit ta shijojnë ushqimin me duar, Papyrun. Ka pasur vështirësi në fillim fare kur e hapët restorantin? Atëherë vështirësi gjithmonë si çdo biznes kishim frikën më të madhe sepse si do na shkonte. Vështirësitë e para ishin si do shkoj, a do ja dalim, pavarësisht eksperiencës që kishim, unë kisha në të kohë kisha gati 11 vite eksperiencë, Daja kisha gati 20 vite eksperiencë, po gjithsesi ishte një nga frikat më të mëdha, por duke me përkushtim, me punë, besoj se arriti çdo gjë. Pasi hapët restorantin, si erdhi kjo rritje, pra që
po themi hap pas hapi ju ndërtuat një restorant me emër në Tiranë. Atëherë, Pra kush është qelësi i suksesit? Sigurisht nëse mundesh na e tregosh. po patjetër që po, qelësi i suksesit është që ne mundohemi që gjithë klientët i kemi rreth parë duhet të ofrojmë ushqim të mirë, çmimet besoj se janë të arsyeshme. Unë mundohem që çdo ditë bëj risi në restorant, mundohem që çdo klient që të vihet të jetë si në shtëpinë e vet dhe jo të ndihet shumë komod. Është dhe pjesa e ambientit që është shumë e ngrohtë. Unë gjithmonë kam pas të që pasion, punën dhe pasionin. Pastaj pasioni është shumë i madh. Unë sot e kësaj dite vi çdo ditë vi vetë në i pari që hap restorantin, edhe po thuaj se i fundit që e mbyll. Pasioni është ai që më mba akoma si të themi të motivuar për të ardhur çdo ditë të themi sot do jemi mirë, do kemi punë edhe kemi ato gjërat tona që besojmë se çdo gjë do shkojë mirë. Çfarë do kishe bërë ndryshe nëse do e kishe bërë edhe një herë këtë 8 vitshin si rrugtim? Ndryshe do të bëra asgjë. Domethënë këtë se ndryshon do për asgjë. Thjesht çfarë do e bëja ndryshe, të kisha këtë mendje tani nuk do kisha atë frikën dhe anktin e fillimit. Do ishe më i vendosur. Do isha më i vendosur dhe më i qenë nga ana ime. Je penduar që ke hapur restorant? Mund të kishe bërë biznes tjetër? Unë që kam hapur restorant jam penduar kur. Sepse unë kam qenë në shkollë për elektronikë, dhe ndërkohë punoja për pjesën e se gjithë ne unë nuk e kam vazhduar në kuzhinë apo nuk kam vazhduar punë ndihmës kuzhinier, ndihmës kamajer, ndihmës banakier, pastaj kam kaluar kuzhinieri i dytë, pastaj kam kaluar kamajeri i dytë. I kam marrë shkallët domethënë shkallët 1 nga 1, jo se të gjithë kam marrë. Nuk kam marrë shkollë kuzhine, por unë kam pas pasion. E kam lënë pjesën e shkollës dhe jam përkushtuar më shumë pjesës së kuzhinës se sa shkollës që unë kam mbaruar. Si të lindi ky pasion? Pasioni më lindi nga në radhë parë nga daja që kisha që bote këtë gjë, edhe radhë e dytë nga nevoja që gjithë ne besoj që në fillim kena shkuar për nevojat tona në fillim, për të bërë një punë dhe për të marrë rrollën, për të punuar edhe pjesën e shkollës. Miljano, a gatuan në shtëpi? A gatuaj në shtëpi? Po, gatuaj në shtëpi vetëm në rast të festave. Ezaurimi për gatuar në shtëpi është shumë i vogël tani, sepse nga që ne dhe gjithë kohës kemi këtë pjesën që gatuajmë këtu merrem me këtë, edhe në shtëpi gatuaj kur kemi darga familjare dhe njerëz të ftuar, sepse shtëpisë ma lënë mua ndorë që e din se të dalë shumë mirë. Po në përditshmëri, ja. Si shpjegohet që kemi më shumë shefa kuzhine që janë, po themi, meshkuj se sa gra? Atëherë, kuzhina është një punë e lodhshme. Edhe është një punë që nuk është se fillon nga një punë e lodhshme dhe pastaj gradualisht edhe mund të rritesh dhe mund ta nashkalosh sa gjëra. Po shefat më të mirë në botë janë meshkuj. Nga frymëzosh më shumë nga cila kuzhinë? Më shumë unë frymëzoj nga kuzhina italiane, më pëlqen shumë. Unë kur shkoj në Itali jam kështu si një botë tjetër. Domethënë, edhe mundohem shoh se si shërben, si gatuajnë, sa të thjeshtë janë, sa pa komplekse janë. Domethënë, Italia për mua është motivim. A gjen ndonjë lidhje mes kuzhinës italiane dhe ushqimeve ose gatimeve tibrane? Ke bërë ndonjë lidhje? Tani mes kuzhinës italiane ata janë shumë vite përpara me ne, po kur vinë italianet këtu dhe t'ju bëjmë jufka tibrane, besoj se ata nuk na konkurrojnë dot, jo me spaghetti dhe me patë që janë ata, por me jufka tibrane besoj se janë rekord. A interesojnë për recetën? Vinë, ma shpjegoj, unë kam shef shumë kur vinë të huaj që të ma shpjegoj që ne kemi mësuar nga kuzhina jote, por ne jo tregojmë që kuzhina jote është shumë e mirë. Të shkosh në bujtinat tona, ju se besoj se këtë ushqime keni provuar në Itali. Dhe ma them gjithmonë kur vinë të huaj, se ne kena shumë turizmë, thënë të vërtetë. Kemi edhe u them që kuzhina shqiptare është nga kuzhinat më të besoj është një on top. Si u gjen turistët e huaj? Turistët e huaj u gjen nëpërmjet Google-it, nëpërmjet pastaj këtu jemi edhe me një zonë që Kostadinu Dinamo kemi shumë restorante, është bërë një rrugizë shumë e mirë.
janë mbylljet restorante, peshku, mishi, pastash, vinotek, berash dhe të gjitha, ose e gjen nëpërmjet Google-it, ose kalojnë rrugës e shohin, shikojnë që ka goxha njerëz dhe kemi edhe i favort masi, ne kemi edhe pjesën që është pjesa përjashtë dhe njerëzit kur kalojnë dhe shikojnë pjesën që ka njerëz, nëse nuk vinë sot, nesër në ditë tjetër është e sigurt që të vinë sepse i kanë atë interesin se thonë që pas ka goxha njerëz do të thotë që hahet mirë. Cili është gatimi që kërkohet më shumë te papironi? Gatimi që kërkohet më shumë te papironi është janë pasta janë karamele dhe trisi pastave. Pastaj ne kemi goxha startra, kemi pjesën e mishit që mbahemi, peshkun, por ne kryesisht jemi ke pasta. Kemi parë që në pasta keni një formë si karamele zano. Po, ajo është pasta karamele, që e thash edhe para të trisi. Jeni frymzuar nga... Ajo është, thjesht është e bërë në formë karamele, pastaj është specialiteti jonë. Kemi një salsë të veçantë, ta sallaj të pastës karamele, edhe ajo është pasta më e kërkuar. Klientela jonë është nga klientela që është klientel gocat më shumë dhe gocat e dinë kur vinë janë. Si shpjegohet që janë më shumë vajza që vinë tek restoranti ju? Çfarë të rresh? Është arredimi, është ushqimi, është gatimi, është që bëj një reels. Po themi servirja. Të sot mundohen që të kenë marketing, dhe zakonisht marketingu më të mirë bëjnë gocat. Kjo dihet. Edhe kemi klientelë, nga që është restorant, nuk është restorant super luks, është një restorant që vjen në ha mirë, ndihesh mirë, edhe po erdhën gocat që unë dije se do vinë. Ka pasur raste që ju është shprehur që unë prej gruas erdha në restorant? Po, patjetër që po. Ka ardhur gruaja me fëmijët edhe erdhën dhe ne. Kemi edhe çuna që vinë me njeriu në zemrës, me gruan, me motrën dhe pastaj vinë prapë me një grup shoqëror që mund të jetë vetëm çuna, ne nuk kemi vetëm goca klientelë, po pjesa më e madhe ndërmuese janë vajza. Zakonisht kush është ai fashorar që është më i frekuentuar në lokalin juaj? Tani me thënë të drejtën ne kemi një fashorar që është pjesa e drekës që është nga ora në restorantin pjesën e delivery të hapi 11 me 12, pastaj në restorant që ne vazhdojmë shërbim është ora 12 deri në 10 gjysmë është kuzhina. Pastaj varet sa zgjat pjesa e një, domethënë sa rrin tavolinat. Nuk u themi kur që ne e kena mbyllur butikin. Po zakonisht është dreka dhe darka. Faleminderit Zotit që nga puna, sakrifica, besimi, motivimi, ne jemi edhe në drekën dhe në darkë, pastaj andahet puna e drekës me darkës, po, ndahet, sepse dreka është ushqimi i shpejt, njerëzit vinë, janë nëpër zyra, janë nëpër puna, vinë hanë një drekë, konsumojnë shumë shpejt, duhet të jesh shumë gati për pjesën e drekës, pastaj darka është pjesa që ti e merr me terezi, ke mundësi të shijosh i gotë verë, të shijon më shumë muhabeti i darkës. Cili ka qenë momenti më i vështirë këto 8 vite? Momenti më i vështirë këto 8 vite besoj jo në pjesën e punës, po pjesën në kohën e karantinës. Që ishte një shok për gjithë ne. Kishim një punë, u zgjonim mëngjes, vinim, dilnim gjatë voçë, me një ditë të bukur ne u zgjuam dhe thanë që ju nuk do punoni më. Pastaj ishte nga sekretet më të mëdha që ne kemi kaluar për pjesën e masi nejtëm pushim, filloi pjesa e një tavolin po i tavolin jo, me maska, njerëzit kishin shumë frikë të dilnin. Ajo ishte pjesa, besoj, më e sikletshme në këto 8 vite. Mi parë shpesh që shumë prej restoranteve të njohura kanë filluar që të kenë një tip ferme ose ndoshta në rrethinat e Tiranës. A keni menduar të zgjeroheni? Për të duruar po patjetër, kemi menduar të zgjerohemi, po jo në tip ferme. Domethënë pse jo një bujtin për shembull papiruin në Dibër, me që është bërë dhe rrugë. Po papiruin e Dibër, edhe kjo mund kur mos thuaj kurrë, po stili papiruinit është një papiruin që të jetë kështu unë mendoj jo për bujtik. Stili papiruinit është që të jetë një pikë tjetër diku
që njerëzit nuk arrin dot për hir të lartësisë, për hir të punës, për hir të kohës, që nuk ka mundësi të vjen deri ke stadiumi Dinamo, po ta kemi një pikë që të keni pikë më të afërt, që më ka ndonjë një vend tjetër. Kjo po. Kush është mbështetja më e madhe që ke pasur gjatë këtyre 8 viteve? Mbështetja më e madhe ka qenë familja, edhe ata padyshim që doja dalësh, edhe ja dolën. Edhe patjetër kur ti punon edhe klientët ka qenë mbështetja më e madhe. Kur unë shoh që ata vinë në restorant dhe më thonë që ti, Emiliano, unë kam ca emra të ndryshëm. Cherry, Emiliano i vogël, tani Emiliano. Po Emiliano i madh kur do kemi? Mos përsa që gjithë i vogël të jem kështu si jam, nuk dua të bëhem i madh, por gjithë do të bëhem i madh. Po jam më mirë kështu me Emiliano i vogël edhe Emiliano i Papirunit, tani ka ndryshuar. Emiliano, cili është, po themi, ose cila është kërkesa më e çuditshme që ke marrë nga një klient? Kërkesa më e çuditshme. Tani më thënë drejtën kërkesa çuditshme ka Jo më e çuditshme, se ka çuditshme. Për porosin, për vëllëtjane? Për porosin, për ushqimin, për... Mund të ke thonë pse më ke sill piruni kur është pa pirun, për shembull. Gjëra të tilla. Kërkesa më e çuditshme është kur tani më thënë drejtën, ne kena shumë kërkesa çuditshme në ditë, kur e dërgojmë në pjatë dhe shumit ka nga ca që nuk e njohin produktin, për shembull salmonin ku e keni marrë, domethënë është toka po det në ta njëra dhe aty ngela kështu domethënë. E thash ne jam ti patuta. E thash ndajt. Okej, tha që ka shumë i mirë, okej, u boft mirë, thash. Ka pas raste që ndonjëherë je nxehur me klientin, domethënë ti je përpjekur që të bësh maksimumin dhe duhet të pyes a ka klient glinda vet që klient glinda vet s'ka. Unë mundohem që tani edhe nga eksperjenca që mos nxefem. Por kur shikoj diçka që klienti ngritet, sidomos kur për pjesën e unë mundohem që stafin ta kem të mirë, të sjellshëm edhe të kulturuar. Po kur shoh që një klient ngritet shumë me pjesën e stafit, aty automatikisht të ndërhyj. Edhe po ka patjetër domethënë. Vin ka dhe klientë që e din që janë zot. Domethënë ne mundohemi klienti është zot, është deri diku. Ne mundohemi që ti shërbej mirë, mos ta vonojmë, mundohemi që njerëz jemi, kemi edhe ne gabime, ti kërkojmë ndjes, bëjmë ata pjesën tonë që ta kompensojmë me diçka tjetër, por kur klienti ka lënë cakun dhe ne i themi që dëgjose. Njerëz jemi, gabojmë, por kjo është puna jonë, kjo është puna e përditshme. Vjen një moment që pas një farë kohe dhe 8 vite nuk janë pak, që drejton një biznes, një restorant, ose një biznes tjetër, dhe shikon që mund këtë gjëra që mund përmirësohen, qoftë nga shteti, qoftë nga produkte, qoftë nga vetja, pra çfarë do doje që t'ishte ndryshe në Shqipëri dhe që ti të kishe mundësi që restorantin që e ke ndoshta të bëje diçka tjetër, qoftë në menu, që pra t'ishte më ndryshe, çfarë do të përmirësoje në këto gjëra që unë do doja të përmirësoja, unë çdo ditë që vi me thënë të drejtën, unë me rrjetet sociale jam i shmendur. Shikoj gjithkohës, shikoj edhe kundërshtarët, pa pikë dyshimi, që unë çfarë kanë bërë ata, çfarë servirin ata. Të pjesë të periudhë kohë kena me të favori më të madh që ne kemi përveç klientëve tanë, kemi edhe turistë. Unë besoj se jam i vetmi në Tiranë që nuk abuzoj me turistit. Kur vim, ne kemi menu fikse që unë ato menu kam për 8 vitesh, që ato menu e ndryshoj një ditë po dhe një ditë jo. Unë çdo ditë bëj menu të re, sepse unë kam klientë që më vinë pothuajse 2-3 herë në javë, edhe unë ndryshoj, kam një menu drasë dhe ta tregoj pastaj që unë ato menu e shkruaj për ditë. Bëj pasta të ndryshme, bëj misha të ndryshme, bëj risotto të ndryshme, plus gjithmonë gjëra të reja, sipas tinës normalisht, është tina e verës, pra në verës gjithmonë bëjmë risi, verës mundohemi të bëjmë ushqim më të lehtë, sepse është verë dhe
Dimri kemi ushqimin e mishit që kemi menu goxha të ngarkuar sepse dimri mish do. Edhe mundohemi që produktet i zgjedh për pjesën e produkteve. Në pjesën e dhjetor ne bëjmë edhe një kështu tip fushate që unë dalë dhe i ble gjithë për tezga, që të ndihmojmë ata njerëz, ata kanë mundësi me shit gjërat e veta, unë kam mundësi që të blej atyre. Emiliano, ju folët pak për tabelën. Pra për Kjo është tabela që ne kemi, kjo është ne nuk e ndryshojmë këtë. Kjo do jetë derisa papironi të jetë ne këtë tabelë do e ndryshojmë. Kjo është tabela që unë ndryshoj për ditë, siç është pastat, unë ndryshoj për ditë. Thashmë përpara që ndryshoj pastat, risottot, mishrat, peshkun. Mundohem të bëj salcë të ndryshme, mundohem që klientët sa herë që të vinë gjejnë diçka tjetër. Kemi klientë që duan të njëjtën prej 8 vitesh nuk e kanë ndryshuar kurrë sallatën, kurrë pastën, por ne mundojmë që të bëjmë risi. Si vendosët të bëni një tabelë kaq të madhe? Si u lindi kjo ide? Një menu kaq të madhe ndraz. Atëherë me thënë të drejtën këtë menu unë e kam parë në Itali që para shumë vitesh, kusha këtaja, që ta e nxirrin për jashtë. Domethënë çdo restorant kishte menun e vet, menu dite. Edhe në restorant kishte menu tjetër, që ishte menuja bazike dhe ishte edhe menuja e ditës. Edhe unë thashë, okay, ne do e bëjmë që të kemi vetëm menu dite. Nuk do kemi kjo papironi një menu standarde për 4 muaj, po do kemi një menu që do jetë e ndryshme për të gjitha. Emiliano, ke një mesazh që do që t'ju apërcjellësh gjithë atyre që janë po themi të apasionuar pas ushqimit, pas gatimit dhe e shikojnë papironin në rrjetet sociale dhe mendojnë mos shkojmë që janë në dyshe, pra si do i josh që ti që ata vinin tek ty? Atëherë, mesazhi im është dhe të gjithë ata që e kanë në dy mendje, ta ndajnë mendjen dhe vinë ta provojnë një herë. Edhe unë ju siguroj që të gjithë ata që kanë ardhur, që kanë ardhur nga provuar ushqimin e papironit, shërbimin, gjitha nuk e besoj se kanë ngel të paknaqur. Tani kemi edhe nga ata që mund ngelin të paknaqur, por ne kemi një emër goxha të madh në Tiranë, të pyesin, mos e kenë me dyshime. Edhe të vinë, jemi pres me kënaqësi më të madhe. Emiliano, faleminderit shumë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.